Si që jeni informuar, mbrëm u kompletua krijimi i institucioneve të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Së pari, duhet të falenderoj me mirënjohje të gjithë ish bashkëpunëtorët e mi, Oert Bylykbashi, Luciano Boçi, Ivi Kaso dhe sekretarët e Partisë Demokratike për kontributin e tyre të çmuar. I garantoj se mbeten i vendosur për të vazhduar bashkëpunimin e gjithanshëm me ta. Të falenderoj Edi Palokën për kontributin e tij të çmuar. Dhe secilin prej atyre që kontriboj në 4 vitet e shkuara. Dua të uroj nga zemra ata që u zgjodhen në votën e lirë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Shqiptarët kanë pa dhe shohin një forcë politike që ka vendosur votën e lirë të saj në themel të ndërtimit dhe të funksionimit. Të uroj nga zemra Belin Kliçin, Nikola Kedhin, Erisa Bajazitin, të zgjedhur nën kryetar, për herë të parë të zgjedhur nën kryetar të Partisë Demokratike, personalitete të cilat përfaqësojnë shtresa dhe grupe të mëdha të shoqërisë shqiptare të papërfaqësuara më parë në kryesi. Të uroj sekretarit përgjithshëm, Flamur Noka, rizgjedhjen me votën e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike në postin e lartë që mban. Klevis Balliut, zgjedhjen sekretar organizativ. Andi Mustafa, zgjedhjen si sekretar për menaxhimin e burimeve njerëzore. Marash Logu, sekretar për çështjet ligjore dhe zgjedhore. Viola Kapetani, sekretar për marrëdhëniet me publikun. Eva Metaj, sekretare për organizatat partnere dhe shoqërinë civile. Fioral Badizdari, sekretare për integrimin evropian. Sekretar për emigracionin dhe diasporën Ethem Aga. Sekretar për digitalizimin e Partisë Demokratike Tion Kapedani. Sekretar për infrastrukturën dhe territorin Gentian Kaprata. Sekretare për çështjet pronave dhe luftën kundër korrupsionit Endira Bushati. Sekretar për të drejtat e njeriut Franz Gnuri. Sekretar për të përndjekurit politik Shkelqim Lepenica. Sekretar për pushtetin lokal Ylli Aslani. Sekretar për aksionin qytetar Erges Eskiu. Komisioni apo gjykata e partisë
Adriana Kalaja, Besart Logu, Shaqir Manjani, Suina Aslanaj, Gentian Keqi. Unë kam një falënderim të veçantë për të gjitha ata të cilët kandiduan për këto poste të rëndësishme. I garantoj për konsideratën time më të lartë dhe vlerësimin më të madh, pavarësisht nga rezultati i këtij votimi. Shpresoj të vazhdojmë bashkëpunimin me ta si personalitetet të shquara të Partisë Demokratike. Falënderoj Zotin Gazmend Bardhi dhe Komisionin e votimit për punën serioze që bën. Kam një ndjesë publike për Zotin Lorenz Lukaj, i cili ka dërguar një mesazh me të cilin ai informon se nuk dëshiron të kandidojë. Por mesazhi është lexuar me vonesë, ndaj dhe unë duke shpreh konsideratën time më të lartë për të gjithë kontributet e Zotit Lorenz, e gjej të domosdoshme t'i kërkoj ndjesë për vendosjen e tij për shkak të leximit me vonesë të mesazhit që kishte dërguar. Pra, siç e shihni, ka një ripërtritje të madhe me personalitetet ndër më të shquarat të fushave të tyre në drejtimin e Partisë Demokratike. Kjo dëshmon vendosmërinë e kësaj partie për ripërtritjen. Kjo dëshmon gjithashtu potencialet e saj shumë të mëdha. Kjo dëshmon gjithashtu votën e lirë si mekanizëm themelor të funksionimit të kësaj partie. Edhe njëherë, urimet më të përzemërta të zgjedhur të ri. Faleminderit. Zoti Berisha, Klajdi Bodlli, Syri Televizion. Ditën e sotme ju bojkotuat seancën parlamentare, ndërkohë që konferenca e kryetarëve vendosi që të shtyjë deri në muajin tetor afatin e komisionit për reformën zgjedhore. Ndërkohë kemi një ngërç tek komisioni për reformën territoriale dhe ditën e djeshme dy bashkëkryetarët Luciano Boçi dhe zoti Mazningu nuk kanë gjetur gjuhën dhe le të themi është bllokuar puna në atë komision. A ka Partia Demokratike një platformë në lidhje me ndarjen e re territoriale, duke qenë se përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe akuzuan Partinë Socialiste se po përpiqet që ta miratojë reformën njëlloj si në vitin 2016 e vetme. Keni ju këtë informacion dhe a ka një platformë Partia Demokratike për ndarjen territoriale për ta paraqitur? Ne kemi faleminderit për pyetjen, konstatimi ju është i drejtë. Komisioni Pala Socialiste ka ndryshuar qëndrimin dhe kërkon ta miratoj pa Partinë Demokratike. Ne konstatojmë se po ndërpritet procesi, s'kan përfunduar konsultat akoma, të parashikuara të miratuara sipas rregullave. Zoti Boçi ka bërë një punë të shkëlqyer, serioze, dhe sapo Zoti Boçi kërkoi atë që ne kemi patur kusht që në fillim, që ky komision i reformës territoriale të asistohet nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, që është dhe institucioni me ekspertizën më të madhe në këtë fushë. Dhe unë me këtë rast duhet të falënderoj edhe qeverinë e Konfederatës Zviceriane, ambasadën e Zvicrës në Tiranë, por edhe përfaqësinë e Bashkimit Evropian për
interesin e tyre dhe mbështetjen e tyre direkte të kësaj reforme. Tani, pa pritmas, aty ndryshojnë gjërat, socialistët Edi Rama duket se urdhron komisionin që të shkojnë në mënyrë të njëanshme. Ne sigurisht që kemi platformën tonë, por ne e besuam dhe e vlerësuam që të kemi një ndërmjet një të urtë, një këshilltar të mençur që ka të gjithë ekspertizën europiane të reformave territoriale për të bërë më të mirën. Edi Rama, Partia Socialiste do të shkojë veças. Ajo është pastaj zgjidhja e tyre, jo e jona. Ne qëndrojmë kundër variantit paraqitur nga ata, kundër formës ekzistuese dhe do bëjmë gjithë përpjekjet tona për të kundërshtuar këtë reformë. Reformës zgjedhore është arritur le të themi një lloj dakordësie për shtyrjen e afatit të tij. Ndërkohë ju keni mbështetur kërkesat e protestës e të protestuesve, ku një ndër to është proporcional kombëtar me lista të hapura. A është diskutuar kjo në këtë komision dhe a ka Partia Socialiste le të themi vullnetin për ta pranuar këtë kërkesë dhe këtë propozim? Siç e dini, Edi Rama është i vendosur të mos pranoj asnjë kërkesë të protestës rinore qytetare. Ndërkohë, ne kemi mbështetur të gjitha kërkesat e tyre. Pra, këtu ka një dallim të madh midis nesh dhe atyre. Fundit në lidhje me deklaratat e ministres serbe para disa ditësh që është shprehur që nëse do të ishte ajo si Miloševići do ta spastronte etnikisht Kosovën. Deklarata e saj është dënuar me forcën më të madhe nga një deklaratë e Partisë Demokratike ditë më parë e paraqitur nga zëdhënësja e partisë zonja Floriana Garo. Ne kërkuam menjëherë shpalljen e saj non grata dhe iniciimin e një padie për mbështetje të genocidit dhe të spastrimit etnik nga një ministër e vendit që i ka kryer këto akte. Por unë ju garantoj dy gjëra. Për sa kohë ajo rrin atë kabinet, ajo ka shprehur mendimin e padronit të Edi Ramës Aleksandar Vučić, se të marrësh një monstër si ajo në kabinet, e cila dëshmon me gjaftofsinë më të madhe shprehkeqardhjen se nuk u kompletue genocidi dhe spastrimi etnik në Kosovë sipas operacionit Patkoj, do të thotë të kesh vetë atë mendësi. Së dyti, dënoj me forcën më të madhe heshtjen e turpshme, heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare, ndaj deklaratës së një ministri të Beogradit, ndërkohë që shpall non grata qytetar të Prizrenit pse marrin pjesë në protest, ndërkohë që shpall non grata deputet të Maqedonisë Veriut përfaqësues të shqiptarëve në aktin më të turpshëm, më vetë poshtrues, nuk guxon të shpall non grata dhe ai ministër i jashtëm, turpi gjitha kohrave që nuk guxon të thot një fjalë, ndaj asaj që ishte ndaj ministrës Monster, që kërkonte
spastrimin etnik të gjithë shqiptarëve nga Kosova. Kjo besoj, ky qëndrim dëshmon ftyrën e vërtet të regjimit të Tiranës, një regjim vasal ndaj Beogradit. Faleminderit.